ma shumë ma pak, nuk qëmë repesh. Jeni të hapur ju për ta pranuar një detyrë të tillë, zotë Beslimi, dihet aftësia që keni qenë pjesë e LDK-s, po ashtu përmendur edhe lidhja që keni edhe familjare me njërin prej eksponentëve të lëvizjeve vendosje, mund të jeni si figurë përbashkësuese për këto dy parti? Unë vlerësoj një sen, pozita presidentit të Republikës Kosovës duhet jetë pozitë që përfaqëson jo vetëm unitetin e popullit, se që kjo shpreha uniteti i popullit lërë shumë për të dëshiruar. Kondo që ta bojmë na president, ka me konë një pjesë e qytetarëve atje që ka më thonë, hisë që kanë qëllu. Do më thonë, nuk është e rëndësishme, nuk është e mundshme me i knaqë tënë. Po ne duhet ulmin të avëlin, ne, klasa politike jonë, edhe t'i sjell vendit stabilitet për me zgjedhjes një presidenti ose presidente. Po insistoj me thonë sepse që është gabim me mendu se automatikisht duhet me qenë burr presidenti ose anasjet, ose automatikisht duhet me qenë grua. Që Kosova ka bo histori kur e ka zgjedhur Sonja Natifete Jahjaga si presidenten e partë në vendin Ballkan. Nuk besoj që ka pas femën presidente para Sonjës Jahjaga në Ballkan. Ne kemi bo histori në këtë aspekt. Sonja Jahjaga ka kryer detyrën në mënyrën më të mirë të mundshme për vlerësimin tim. E di që ka pas kritika, e di që ka pas edhe gabime. Mirë po, ajo ka kryer detyrën me nder, me integritet, e ka përfundu misionin e vetë, edhe sot vlerësoj me fondacionin Jahjaga ende i sjell benefite Republikës Kosovës për çdo leftat. Presidentët e mëhershëm, presidentja fundit e kanë kryer misionin e tyre. A jemi të kënaqur, a jemi të pakënaqur, është gjë që mund me debatu. Po sot, midis debatit për të kaluarën edhe asaj që na pret tarmën, unë uroj që edhe partia parë, edhe partia dytë, e tretë, e katërta, me radhë deri tek deputeti i fundit i Republikës Kosovës, duhet ta gjejnë një zgjidhje e cila e përfaqëson Kosovën të paktën në sytë e jashtëm, në sytën e botës, se një shtet funksional e jo defunksional i cili nuk mund të mirët vesh 1.5 milion banor, 10.000 km2, nuk mund me zgjedh një figurë e cila na përfaqëson të gjithë, o të paktën të njëmi të përfaqësuar të gjithë. Gjithmonë ka me pas kritika, gjithmonë ka me pas pakënaqësi, po shumica në demokraci e bën vetën. Edhe një po a them, sepse është një postulat që unë e ndjek me një fjalë kam pusovë. Një për presidentëve më të rëndësishëm, edhe për nga karriera dhe për nga gjurmë që ka lënë në Shtetet e Bashkuara është John F. Kennedy. Edhe ka një shprehje të jashtëzakonshme, po e them anglisht edhe nuk e di kush e ka përkthyr shqip, e ka bënë përkthim briljant, se marrën e kredin për përkthimin se s'kisha ditë ashtu mirë me përkthy. Anglisht thotë, domestic politics can beat us, but it is foreign policy that can kill us. Përkthimi që kam gjetë më adekuat shqip thotë kështu. Politika e brendshme mund të na lë pa pushtet, por është politika e jashtme ajo që mund të na lë pa shtet. Cili është funksioni kryesor i presidentit të Republikës? Përfaqësimi në politikën e jashtme. Qofse ne nuk jemi të gatshëm, nuk e kemi vullnetin, edhe aftësinë me e gjetë një individ, femër apo mashkull, i cili në mënyrën më të mirë të mundshme e